Donë që ju vazhdimisht po referoni kombëtare, na çka jemi? Na jemi një cep i humbun i botës, apo jo? Na luajmë ligën e kombeve zotni. Natën e mirë. Përshëndet shumë, gjithë mirat, përshëndet shumë. Edhe unë ty. Ne jemi një vend, o burr, unë e mendoj. Jo, nuk jemi një vend, jemi dy vende, ne jemi shteti i pavarur sovran. Lutem edhe mos ofendoni kombët e tonë. Nuk po ofendoj asë ti po ofendon të kombi. Cilin kom më e burri dhe po ti se të kupton çka është kombi, se ti je merresh me sport, unë merrna me studime sociologjike që një shekull. M'fal. Me çfarë studimesh? Studime sociologjike, me Halil Matoshen, je gazedarin e njohur, zoti Shako Hoxha. Përshëndet, se respektoj. Ka qenë një Sami Matoshi që pajton të gjajtë që mirë ka pasur respekt për atë. Jo, Halil Matoshin. Po, ajo që duhet thënë është që unë personalisht vazhdoj të mendoj që si ishte e përkohshme koha që Kosova në erë mbeu Serbia, është e përkohshme koha që Kosova do jetë vetë se Serbia. E atë nuk pashtë. Zoti Shako Hoxha, Kosova asnjëherë si entitet juridiko-politik nuk ka qenë pjesë e Shqipërisë pas në fashizmin italian. Kështu që mos si në gjona të cilat nuk i njeh, nuk i din. Po se kohë me Turqisë ka qenë vetë. Të lutem, nuk ka qenë asnjëherë pjesë e shtetit shqiptar. Ora me përën dhe Turqisë si ka një... Lutem, nuk ka qenë dhe nuk ka qenë, mos spekulo. Ajo ka qenë koha e Perandorisë Osmane, Shako Hoxha. Bashkë kanë qenë që... Kemi qenë veçe? Jo, veçe nuk ka qenë, po flasim për një... 55 vjeç që bona e gjena një njeri që thotë që Shqipëria dhe Kosova nuk janë një. Respekt. Do gjej një të tillë. Jo, po Kosova dhe Shqipëria në dy shtete, Shako Hoxha. Edhe Beograd shumë mendojnë që nuk jemi një. Jo, zoti Shako Hoxha nuk është kjo s'ka lidhe me Beogradin. Beogradi e ka luftuar ekzistencën e Kosovës, apo jo? Ka luftuar. Edhe e lufton edhe sot. Edhe sot e lufton. Jo, zoti Shako Hoxha, flamuri shqiptar valon Beograd ndërsa me ta zon flamurin e Kosovës bashkë të kpucin dajak. Është e vërtetë se me flamurin e Shqipërisë ta futën dajak, po ai. Jo, nuk është e vërtetë. Nuk është e vërtetë. Shako Hoxha, të falenderoj shumë që ishe direkt me neve të presë në studio këtu kur të vish Prishtinë. Mos harroni që po flasim për lojë, për sport, po se merrni keq seriozisht. A sporti jo pjesë e identitetit megjithatë. Kushtrem. Shako Hoxha, të falenderoj shumë. Dritan Shako Hoxha, po bashkimi edhe me Emanuel Sylen edhe Pranverën do dua dhe opinionet e tyre. Pranvera për ty, se unë nxeh pak debatin. Ky zotriu e përziti Beogradin